Malin Partizan e kam lexuar në libra të ndryshëm, por edhe në histori të ndryshme që më kanë treguar gjyshërit e mi. Fenomeni i shpyllëzimit e ka prekur edhe këtë mal, i cili në fakt është kartolina hyrëse sapo hyn në qytetin e 1 dritareve. Si banore njësisë administrative Rëshnik, kam vëre që ka hapësira të munguara për të rinjt dhe fëmijët e këtij komuniteti. Në Ollak nuk ka shumë aktivitete kulturore, dhe kjo sepse Pallati i Kulturës është thuajse jashtë funksionit dhe i amortizuar. Sa herë përshkroja rrugët e fshatit tim, vija re se si koshat ishin të mbushur nga mbetjet. Në fillim mendoja se kjo ishte pa përgjithshmëria e banorëve, por në fakt jo. Problemi shndronte tek menaxhimi i mbetjeve. Edhe pse njësia e Ollakut është një zonë jo shumë e madhe të frekuentimit të automjeteve, edukimi i brezave të rinj me kulturën e sigurisë është një element i rëndësishëm për të ardhmen. Projekti të dëgjojmë dhe punojmë me qytetarët është një projekt i statuar nga organizata New Bridges, Ura të Reja, dhe financuar nga Lëviz Albania, një program i Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Ideja e këtij projekti lindi si një iniciativë e marrë nga praktika të mira perëndimore, një model i ngjashëm me projektin Escucha Madrid, i cili bën bashkë qytetarët dhe pushtetin lokal për të bashkëpunuar së bashku për zgjidhjen e problematikave në komunitet. Në këtë projekt u përfshiva si qytetare, për të dhënë pikërisht modelin e dur, që qytetarët mund të angazhohen dhe të sjellin ndryshim për çështje dhe probleme që ata shqetësojnë. Institucionet vendore jo gjithmonë kanë kapacitetet njerëzore dhe buxhetore për të bërë analizën e nevojave. Ndaj nisma si kjo do të shërbejnë për përcjelljen dhe në mëtejshme të identifikimit të problemit, sepse ata e kanë bërë qytetarët. Një model i suksesshëm i bashkëpunimit midis të zgjedhurve vendorë dhe qytetarëve dhe një raport krejtësisht i ri midis qytetarëve dhe investimeve publike. Kjo është një iniciativë për të vlerësuar dhe përshëndetur çdo përpjekje që vjen nga qytetarët për të ndryshuar realitetin tonë, ndikuar në vendimarrjen e bashkisë për të kryer më mirë ato shërbime apo investime është më se e mirëpritur. Kur hasa në iniciativën e organizatës Urat e Reja, bashkë me një grup tjetër të qytetit të Beratit, identifikuam problematikat që janë në rrugën kryesore të qytetit për personat me aftësi ndryshe. Bashkimi bën fuqinë. Ne u bëm bashkë për të mirën e komunitetit dhe të rinjve të njësisë sonë administrative. Kur dëgjuam për iniciativën e organizatës Urat e Reja, diskutuam dhe menduam që të japim ide se si mund të vihet në funksion qendra kulturore në Lapardha. Kjo është një ide ambicioze që sigurisht mbart riskun e mos realizimit për shkak të kostos. Këtë e menduam ashtu sikundër menduam që edhe në rast mos realizimit të idesë sonë, të paktën kemi ngritur zërin për komunitetin tonë. Kushpëmirësit të rinjt mund të kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit. Unë mendoj se ne kemi jo vetëm energjitë e duhura, por edhe detyrimin moral për të mbrojtur atë që na kanë lënë trashëgimi të parët tanë. Ndaj me shumë dëshirë ju bashkova projektit të dëgjojmë dhe punojmë me qytetarët dhe bashkë me grupin vendosëm si ide pyllëzimin e Malit Partizan. Rëshniku, si një nga fshatrat që është duke u zhvilluar shumë në aspektin turistik, besoj që duhet të ketë një qendër multifunksionale ku të rinjt dhe banorët që merren me artizanit të ketë një hapësirë të dedikuar për ta, për të punuar dhe për të zhvilluar më tej punimet e tyre. Kur dëgjova për iniciativën nga organizata Urat e Reja Berat, isha shumë emocionuar për të marrë pjesë, për të dhënë kontributin tim në komunitetin tim, për të pasur dhe ta një hapësirë të dedikuar si për të rinjt ashtu dhe për artizanin. Në fillim, qytetarët kanë qenë pak skeptik për ta përqafuar si iniciativë, sepse praktikat të tilla nuk është se janë të zakonshme në qytetin tonë. Megjithatë, ne arritëm të bindim që kjo praktikë do të ishte një mundësi shumë e mirë që qytetarët dhe pushteti lokal të mund të gjenin një zgjidhje të përbashkët për problematikat e tyre të përditshme. Pasi u njohëm me iniciativën e organizatës Urat e Reja, së bashku me një grup banorësh vendosëm që t'i bashkoheshim kësaj nisme. Ideja konsiston në shtrimin me kaldrëm të rrugës që të drejtonte muzeu, si dhe sistemimin e sheshit përpara çesmës. Kjo do të zgjidhte një nga problemet e banorëve, si dhe do të ndihmonte në rritjen e turizmit në Rëshnik. Ne shpresojmë që ky projekt të merret në konsiderat nga institucionet vendore. Ideja jonë ishte e thjeshtë dhe pa shumë kosto. Rritja e sigurimit pranë zonave të shkollës në njësinë tonë është një iniciativë shumë domethënëse për edukimin e brezave të rinj, të cilët në të ardhmen mund të shkojnë të jetojnë në zonat e mëdha urbane. Zgjodhën shkollën tonë të parën për të krijuar modelin dhe praktikën e mirë që më pas të replikojmë në 2 shkolla të tjera. Kur dëgjova për idenë dhe iniciativën që shoqata Urat e Reja Berat kishte marrë, vendosa të marr pjesë me idenë time. Ideja ime është primare për komunitetin. Prandaj vendosa që ta shpalos atje.
Shpresoj që në komunitetin tim gjendja e mbetjeve të ndryshojë dhe kjo kërkesë të kthehet në një veprim. Kështu ne bëm bashkë qytetarët të 3 njësive administrative të Bashkisë Berat, në njësinë administrative Roshnik, Ollak dhe Berat Qëndër. Qytetarët e këtyre njësive administrative si fillim u trajnuan mbi procesin e buxhetimit me pjesëmarrje dhe mbi funksionet e pushtetit vendor. Identifikuan 3 problematika për secilën njësi administrative dhe më pas realizuan një workshop disa ditor ku së bashku me punonjës të administratës së bashkisë dhe ekspertët ata arritën që të finalizonin këto problematika në disa projekt fisha. Njërisi tjetër e këtij projekti është edhe konkursi i ideve midis qytetarëve. 3 projekt fisha të identifikuara nga grupet e punës të njësive administrative ju prezantuan Bashkisë Berat, përkatësisht Këshillit Bashkiak dhe Kryetarit Bashkisë, në mënyrë që një nga këto projekt fisha të mund të përfshihet në buxhetin e vitit të ardhshëm. Kështu, nga shumë problematika të identifikuara, të paktën një nga këto problematika do të përfshihet dhe u përfshi në buxhetin e vitit të ardhshëm të bashkisë. Do thoja pas një hezitim se kjo nis sjell jo vetëm ndryshimin, por edhe edukimin. Angazhimi i qytetarëve për t'i kërkuar bashkisë që të investojnë në një apo 2 problematika krijon një raport ndjesie me veprën publike dhe me qytetarët që e shfrytëzojnë atë. Për këtë çështje, ajo që ka shumë rëndësi është fakti që tashmë kjo është një çështje e ngritur dhe ne do të vijojmë ta ndjekim cili do qoftë rezultati final. Ishte një eksperiencë shumë interesante sepse na bëri bashk interesi për bashku, si dhe fakti që në fund ne do të jemi bashk për ta mbrojtur këtë investim. Uroj që ideja jonë të mbështetet jo vetëm nga pushteti vendor, i cili gjatë kohës që neve kemi qenë duke punuar ka filluar të ndërhyjë, por edhe nga vetë banorët e këtij qyteti për të mbrojtur dhe për të kërkuar pyllëzimin e këtij mali, i cili është pamja hyrëse sapo hyjnë turistët në qytetin e Beratit. Ne dëshirojmë që kjo iniciativë të përkrahet nga komuniteti i qytetit të Beratit dhe nga institucionet vendore. Jam e qartë që për njësinë administrative Roshnik do jetë një kosto e papërballueshme për ndërtimin e një qendre të re në funksion të këtyre që thamë sipër në lidhje me hapësirët e dedikuar për të rinjët apo për artizanit, por duke kthyer një prej këtyre hapësirave me pak kosto, mendoj që është e realizueshme. Ne si shoqëri kemi vuajtur shumë mungesën e dashamirësisë ndaj veprave publike dhe mendoj se kjo përpjekje lë një gjumë shumë pozitive në raportin ndërmjet bashkisë, qytetarëve dhe investimeve publike. Ne besojmë se kjo është një praktikë shumë e mirë, e cila në të ardhmen mund të replikohet në njësi të tjera administrative apo bashki të tjera, sepse duke bërë bashkë bashkinë dhe qytetarët, adresimi dhe identifikimi i nevojave të komunitetit mund të bëhet më mirë. Falenderojmë qytetarët e Bashkinë Berat për gatishmërinë dhe bashkëpunimin në këtë projekt, si edhe Lëviz Albania që mundsoi realizimin e kësaj iniciative dhe këtij projekti.